Ditë më parë, Koha ka raportuar se në lagjen Kalabria, objekti nisur për shtëpi private është kthyer në xhami, pavarësisht se sa ishte në ndërtim më sipër. Inspektorati i kishte vënë shiritin dhe kishte kërkuar rënimin e punimeve pa leje. Në kronikën e Kohës është cituar avokati Blerim Bajrami, i cili përfaqëson banorët e lagjes që po ankohen. Është përmendur edhe një email të cilën Bajrami ua kishte dërguar asamblistëve të komunës së Prishtinës, ku kishte bashkuar edhe audioincizimin me pretendimin se njëri nga pronarët e shtëpisë i ka dhënë 8.000 euro rishfet inspektorit Vebi Lipaj. Lipaj ka reaguar ndaj kronikës së Kohës, duke thënë se nuk ka kërkuar e as nuk ka marrë rishfet nga familja Aliu. Deklarimet shpifse të familjes Aliu qëllim në vete kanë shantazhin në mënyrë që të realizojnë qëllimet e kundërligjshme. Qëllimi i tyre është komprometimi dhe denigrimi publik, dezinformimi i opinionit publik me qëllim të zhvendosjes së vëmendjes dhe realizimit të qëllimit të tyre, ku edhe ju si media merreni me shpifjet dhe shantazhin e familjes Aliu, të cilët kanë kryer punime ndërtimore të kundërligjshme, në kundërshtim me projektin e miratuar si pjesë përbërëse e lejes ndërtimore. Për këto deklarime shpifse, shantazhe me qëllim të denigrimit tim personal e profesional, dëmtimit të reputacionit personal zotëri Mehmet Aliu dhe zotëri Agim Aliu, do të përballen në gjykatën kompetente për shpifje dhe aty do të argumentojmë të gjitha provat dhe publiku do të njoftohet mbi të vërtetën me elemente delikuente të familjes Aliu, kurse avokati Blerim Bajrami do të përballet me drejtësinë për shpërndarje të paautorizuar të incizimit propagandistik. Ai akuzon familjen Aliu se po përdor shantazhe të ndryshme në mënyrë që të mos parandalohet rënimi i pozicioneve të kundërligjshme. Familja Aliu përmes kontratës së kundërligjshme të Qeras, e lidhur së voni ende pa certifikat përdorimit të objektit, për të realizuar qëllimin e tyre e ka implikuar edhe Bashkësinë Islame, në mënyrë që të rrisë rezistencën për veprimet e kundërligjshme, të rrisë presionin publik dhe kësaj çështjeje t'i jap konotacion fetar. Pra familja ka përdorur metoda të ndryshme shantazhi e presioni për të arritur amortizimin e qëllimit të rënimit të pozicioneve të kundërligjshme. Fatkeqësisht prej e shpifjeve dhe shantazhit kanë rënë edhe palët ankuese përmes një videoincizimi, i cili është shpërndar nga avokati i tyre. Incizimi është kryer nga banorët e objektit përballë objektit të familjes Aliu. Incizimi është shpërndar në mënyrë të paautorizuar nga avokati Blerim Bajrami. Agim Aliu ka qenë në dieni që ka kamera dhe me prapavi e me paramendim, në mënyrë perfide, para 20 policëve dhe kolegëve inspektor, është shprehur duke aktruar dhe bërtitur me fjalë shpifëse, ku synonte të zhvendoste qëllimin për të cilin ne si drejtori e inspektorat kemi shkuar pra që të rënojmë pozicionet e kundërligjshme të objektit të tyre. Vetë Lipaj thosë se ka inspektuar këto punime konform autorizimeve e përgjegjësive ligjore. Në cilësinë e inspektorit të ndërtimit, konform kompetencave dhe autorizimeve ligjore, kemi zhvilluar të gjitha procedurat administrativo-inspektuese ndaj objektit në fjalë të familjes Aliu. Për pozicionet e kundërligjshme të objektit të familjes Aliu janë kryer kontrolle inspektuese, mbikëqyrje inspektuese dhe janë bërë konstatime e vlerësime të gjendjes faktike. Janë marrë të gjitha masat inspektuese duke përfshirë akte të ndërprerjes, akte për largimin e shkeljeve dhe kthimin e pozicioneve konform projektit, të miratuara nga organi kompetent. Janë iniciuar procedura kundërvajtëse, respektivisht janë shqiptuar gjoba mandatore. Është iniciuar procedurë penale, respektivisht ndaj Mehmet Aliu të është bërë kallëzim penal në prokurorinë e shtetit për veprime të kundërligjshme ndërtimore. Në cilësinë e inspektorit të ndërtimit kam nxjerrë akt vendim për rënim dhe largim e shkeljeve ndërtimore. Gjithashtu nga drejtori i drejtorisë disa herë kam parashtruar kërkesë për ekzekutimin e aktvendimit për rënim. Çështjet e ekzekutimeve të aktvendimeve për rënim janë në përgjegjësi e udhëheqësit të sektorit të ndërtimit dhe drejtorit të drejtorisë së inspeksionit. Ky është reagimi i inspektorit Lipaj, dërguar në adresë të Kohës pas transmetimit të kronikës mbi ndërtimin ilegal të kësaj xhamie.